Por, gjithsesi, të kthemi në një emocion tjetër të portokallisë. Njerëz që i vret ndërgjegja, që pendohen për atë çfarë kanë bërë. Edhe dhinë gjejnë këtu publikun e portokallisë dhe telespektatorin një pësherëtim, një ndjenjë, dhe ta ndjekim të penduarin. Të hy tjetri. Ore, po ti përse nuk hynë kur the mund të hy tjetri? Po ne nuk jemi ai tjetri. Po kush je? Jemi ai njeri. Erdhe prap ti? Po. Po që kërkon nga unë? Po paqe, mirëbesim, lumturim mbi të gjitha. Jam penduar. Po e morëm vesh. Ti sigur u pendove njëherë. Po, u pendova, u pastrova. Sa dola jashtë u bera prapis. Re në ndonjë grop? Odhëm një tjetër në grop. Hodhe një tjetër pa dashje dhe a ju bëpis? Bëm një pislek. Edhe me erdhi keq se i kishim duart e pastra. Do me thënë, ti vazhdon merë porosi për vrasje. Po, Ledio, të lutem, mos ma kujto fjallën vrasje. Unë jam shumë sensibël. Po mirë, ti sigur u pendove njëra, apo harrove? Po pse, bezdi se shti të pendojmë i dy erë neo. Po këshu e kemi neve, Jo për të njëjtin gabim. Pendo, urdhro? Jo për të njëjtin gabim, thash. Po këtë radhë e bera për interesa të mëdha të komunitetit. Nuk e kuptoj, si për interesat e komunitetit? Po, të fëmijëve të ti edhe të fëqinjve të ti. Do me thënë, komshin deshën të iqje ti qafe? Jo. Ata më thanë, ky është i smurë edhe nuk e firmën që këtu të bet një palat i math. Dhe ti e fute parad? Jo, unë i thashë, po mirë, pse s'merni një rekomandim nga mjeku i familjes edhe ta qoni në spital këte? E kuptova. Do me thënë krim në bashkëpunim me komshit? Ja, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, që ka dhenë urdhër mos pranoj as një të smurë pa rekomandimin e mjekut në spital. Po mirë, mërë zotri, pse nuk e ndihmove të merte një rekomandim nga mjeku i familjes? Po, ku kishte familja e? Shtë beja unë, ti jepja mjekun e familjes tonë. Ne me zi kemi një për vete. Qartë, sa i more? Pa sponsorizuan komshint. Kush 500, kush 1000, kush 100. Ca të tjerë më thanë, ti kemi borç, shënoj, më thanë, shënoj, se do të vinë, më thanë, do të vinë. Ashtu, Pa. Po, ky është kulli, mërë zotri, do me thënë lagje kriminelësh. Po jo, shtëpit po binin nga dita në ditë. Agrepi ishte berë krye familjar. Ne per ka të vërinim vërdalë si një koqire. Mi u të vinë të vërdalë në përkembë si kamarjer të thoshte qërë do porositësh. Po mirë, ti nuk provove që ta bindje të firmoste? I thash, hajde këtu, qarë këti, pse nuk do ti të firmosësh që këtu të ngrijet një apartament i bukur? Po unë tha, dua të vdes në shtëpinë e babait. Mirë, Allah të qofti, thash, amin, ja do të realizohet e ndra, i thash. Dhe më në fund e përcolle në atë botë? Jo, a i pësoj një aksident ajror. Qa thua? Pa. Si aksident ajror? E hipin avion dhe e hodhe? Jo. I the fluturoj me parashut dhe nuk ju ha parashuta? Jo. Unë i thash, ajde të dalim pak jashtë, të marrësh pak ajër të pastër, të shikosh si fluturojnë avionët. I pat aeroplanët? Ashtu i mbeti koka lartë, duke parë një aeroplan ranë në një puset më ujra të zeza. Puset që e kështë hapur vetë? Jo, ke i berësit që vjedhin kapak të pusetave, po unë jam penduar, Ledio, jam penduar. A i ra në grope dhe goja e ti zberi një rofë, jam penduar. Ashtu, po për qëfar je penduar? Duhet të kishteren në një puset me ujra të bardha.
Ashtu, ë? Bardh, po unë jam Nuk të vrau ndërgjegja? Po, më vrau, po, shtëbeje durova, po mbajmë. Po pse i kryen krimet, mor zotri, kur je i pastër? Kur je i pastër, pse i kryen krimet? Po sepse, sa po dalim jashtë, bëmi pis, po unë jam penduar, ledjam. Shiko këtu te kamera dhe thuaj. Po. Më falni dhe njerë, unë jam penduar. Më falni dhe njerë, unë jam penduar. Me zë më të lartë, më falni dhe njerë, unë jam penduar. Më falni edhe njerë, unë jam penduar. Më fort! Më falni edhe njerë, unë jam penduar. Duhet ta kisha edhur në një puset me ura të bardha. Jam penduar.